Ngjojnë në forma të ndryshme, dikush thot kam të dashur, dikush thot unë bashkëjetoj. Të gjithë këto janë forma jo islame, të ndaluara rrepsisht. Konsiderohen immoralitet, konsiderohet një fenomen që prish pastërtinë dhe natyrshmërinë e pastër të njeriu të fesë. Nuk konsiderohet të bashkëjetosh me një femër se quhet martesë, nuk është martesë. Edhe pse ata i mshojnë dhe i japin emra të kësaj natyre, por nuk konsiderohet martesë. Martesa është ajo që neve na ka treguar Zoti Xhelel Xhelaluhu në Kur'an, pashtu dhe profeti alayhi salatu wassalam në hadith duke na treguar shumë qartë se martesa do thotë është një miratim midis dy personave të çiftit me miratimin e familjeve ku e marrin vesh të gjithë dhe janë pjesë në trashëgimni apo në çdo gjë në atë që ato posedojnë. Pra, kështu konsiderohet martesa. Kurse bashkëjetesa ose se nuk do të marr dhe të analizojmë se ç'është bashkëjetesa, se kjo çështje ose mund ta analizojmë kjo por në një ligjërim tjetër, por bashkëjetesa do thotë një marrëdhënie me kontratë midis një mashkull dhe një femër për një afat të caktuar dhe më pas secili shef jetën e tij. Jo, nuk funksionon kështu. Absolutisht. Martesa është hynore, kurse këto lloj formash janë djallëzore, nuk kanë lidhje me atë që Zoti i lartmadhëruar na ka orientuar dhe na ka këshilluar. Profeti alayhi salatu wasalam na ka treguar ne se martesa në këtë rast është adhurim. Pra, në momentin kur njeriu e bën një fenomen të tillë, pra e bën një gjë të tillë, pra një martesë, do thotë se ai shpërblet tek Zoti Xhelel Xhelalu dhe merr dhe ka kontakt ose ka shpërblim dhe sevat gjithmonë që ai vazhdon kjo jetë bashkëshortore në mënyrë shumë të bukur deri në fund.